Një ndryshim tjetër që ndoshta është pozitiv, është edhe procesi i gjithëdhënies. Tash me inovacionet, me rregullat e reja, është një kohë sa minuta duhet qëndroj foshnja në gjithë, sa minuta duhet pritet me goksu, sa minuta duhet hapësirë mes shujtave të ushqimit. Nëse dikur e kanë ushqy ndoshta ma shumë se që duhet, ka qajt ma shumë sepse ka marrë ajër ma shumë se sa qomsh, e të tjera që s'kanë respektu një orar, një minutarës. Me cilën teori pajtohesh ma shumë? Une, kur kam dhanë këshilla, qysh me ushqy beba, edhe i kom thënë, për sa orë untohesh ti? A din sa orë bëm? Thot, para 3 orëve s'muna me tha, thëm, mirë. Vetëm 6 javët e para, nana jep pa kufizim. Mas 6 javëve duhet gjdo 3 orë apo 4 orë. Beba e qetë gjdo 3 orë, e qetë ushqimin prej lukthi, e qetë edhe në përzor. Pra ndej gjdo 3 orë, si mbas madhësisë të mive, gjdo 4 orë, por thith ma gjatë. Është shumë e rëndësi peshën e fëmis, me shiqu sa po fiton pesha. Por, që kanë ba nana tona na kanë dhanë gji, jena në gopë, na kanë qitë që aty, edhe kur kena kajt, e na kanë kapë në... Pra ndej, une nuk muna me i thonë që duhet beba me goksu. Nësë ta me thonë, e bre se gokson vetë, po si bas teorisë dhe si bas shkence, gjdo fëmi, gjdo beb duhet me goksu para se me qitë me fjetë. Ose e qetë nuk rahatohet, e merë dhe gokson edhe kthem prapë në gjumë. është një kompleks, duke që është shumë i rëndësishëm, por jo. Vetëm 5 javët e para nuk duhet me lanë ma shumë se 4 orë me fjetë. Duhet me zgju, se që ato 5 javët fillon veç me, mas 2 javë fillon me shtu beba pesh, edhe thithunit e përforcon, kështu që 5 javët e para janë shumë të rëndësishme.